Pensionistët shqiptarë e pranojnë me gojën e tyre. Pensioni shtetëror sot, pavarësisht viteve të shumta të kontributit në sigurime shoqërore, nuk mjafton. Për mikrofonin ton ata treguan se sa do të ishte një pension i mjaftueshëm për ta. 300 janë pak. Sa i duhet një pensionisti minimalisht për të kaluar, po themi, muaj dhe për të përmbushur gjitha ato nevoja që ka? 500.000 lekë të vjetra, 500.000 lekë të vjetra. Të paktën mbi 300. Paktën një pranueshme çdo pensionist do ta ketë 300.000 lekë. Me këto çmime që janë 400.000 nuk i del. Ajo 500 që është, domethënë normal që mos lypësh lek. 350. Për sot, për shpenzime që kemi sot, do t'jetë mbi 200-300.000. Në Shqipëri, sot është e mundur të kesh edhe një pension prej 50.000 lekësh. Përmes investimit në fondin e pensionit privat Sigal Pension, është rruga se si mund të arrihet ajo që vetë pensionistët kërkojnë. Kompania tashmë e ka bërë këtë realitet. Me qindra kontribues të ditëve të para sot, po tërheqim pensionet e tyre dinjitoze. Norma e sotme e kthimit në Sigal Pension është rreth 4.55%, me rreth 6.500 lekë kontribut në muaj për 35 vjet, mund t'i sigurosh vetes pensionin 50.000 lekë në muaj për plot 15 vjet radhazi. Një kontribues mund të ketë 2 pensione, një shtetëror dhe një privat, ku ky i fundit mund të jetë gati 2 fishi të parit, duke ofruar në tërësi 3 herë më shumë liri dhe pavarësi në jetën e tij. Sigal Pension zotëron 38 milion euro asete neto, duke përfshirë të gjitha garancitë, si pjesë e Sigal Insurance Group.